Në këtë stinë kur gjithçka lulëzon, bletët janë në punën e tyre më intenzive të vitit, duke kaluar pandalur nga një lule në tjetrën në kërkim të nektarit, i cili më vonë rikthehet në mjalt. E pikërisht në këtë proces të vazhdueshëm, rol kyç luan edhe bletari, i cili kujdeset për kosheret dhe monitoron prodhimin e mjaltit për të siguruar cilësinë e tij. Ne jemi në Mateq për të parë nga afër këtë proces dhe për të shikuar se si prodhohet mjalti në mënyrë natyrale dhe se si ndërlidhja e punës së bletës dhe puna e njeriut çon në një produkt të pastër dhe natyral. Një punë që ndërthur natyrën me përkushtimin e njeriut është bletaria, e cila në këtë periudhë vere është në kulmin e saj. Për të parë nga afër këtë proces dhe për të mësuar më shumë rreth prodhimit të mjaltit, kemi zhvilluar një bisedë me bletarin Liman Aliji, njëkohësisht profesor në gjimnazin Zeflush Marku në Shkup, i cili prej vitesh merret me këtë veprimtari. Nga një traditë familjare e nisur vite më parë, bletaria kushtrimi për të është shndërruar në një angazhim serioz dhe profesional, ku me punë të vazhdueshme, ai thekson se kanë arritur të shpërblehen me medalje të arta në garat ndërkombëtare për cilësinë e mjaltit. Ai thekson se vitet e fundit janë fokusuar në përdorimin e metodave bashkëkohore për të ruajtur cilësinë e mjaltit. Cilësia e mjaltit nuk prishet domethënë në mënyrë nëse lejojmë bletën të funksionojë në mënyrë natyrore, nëse ne bletës i ndërhyjmë me shtesa të cilat do thotë mund t'i shtojmë në mjalt, konkretisht domethënë nëse i shtojmë sheqer gjatë sezonit të prodhimit të mjaltit, atëherë do thotë nuk do të kemi cilësi të lartë të mjaltit. Këtu ndikojnë edhe faktorë tjerë. Tutje, ai po ashtu demonstroi nga afër përmbajtjen e kornizave të koshereve dhe procesin e zhvillimit të bletëve në koshere. Po ashtu tregoi edhe për bletën mbretëresh, e cila është qendra e të gjithë kosheres. Tek një prej kornizave të tjera, ai tregoi fazat e prodhimit të mjaltit, si dhe shpjegon se kur ka rrezik që mjalti të fermentohet. Këtu do ta hapme një koshere, do të shohim do të thotë se bleta do të thotë vetëm se ka filluar me grumbullimin e mjaltit. Kjo bletë, domethënë pas ka edhe pjellje në këtë pjesë, do thotë mjaltin, por është ngjitë edhe ama lart, do të kemi edhe pjellje. Tash me largimin e pjelljes, bleta vetëm se e mbush këtë pjesën domethënë me mjalt dhe kur të vuloset në këtë mënyrë, atëherë domethënë mjalti është i gatshëm për ta nxjerrë. Do thotë nëse e nxjerrim para se të vuloset, ka rrezik që të fermentohet, për shkak se sasia e ujit është shumë e lartë në mjalt. Ndërsa kur të bëhet kështu, atëherë do thotë lagështia është diku te 16 ose 17, e cila është e tolerueshme për një mjalt super të mirë. Ai shpjegoi se bletarët paralelisht përballen me sfida të shumta, si zhvendosja e bletëve në përkullota, ndryshimet klimatike të cilët sjellin vegjetacion të hershëm, nga ku bletët nuk mund ta shfrytëzojnë sa duhet, sepse paraqet rendiment të ulët dhe siç thekson ai, viteve të fundit gjithnjë e më shumë, rendimenti është vetëm më i ulët dhe më i ulët, gjë që paraqet një sfidë më vete. Bletaria mbetet një proces i ndërlikuar që kërkon përkushtim, njohuri dhe durim të madh. Megjithatë, rezultatet e saj, një produkt natyral dhe i pastër si mjalti, e bëjnë këtë punë të vlefshme dhe të çmuar si për prodhuesit ashtu edhe për konsumatorët.